Mirëmëngjes, jemi me podcastin Labirint në Tru. Nga ngjarjet që kanë ndodhur javën e fundit në disa shkolla të Tiranës dhe jo vetëm, kemi menduar të trajtojmë droga në gjimnazë dhe në shkollat 9-vjeçare. Problematikat që lindin nga policimi në komunitet dhe policia a është e aftë që të ndjeki një adoleshent edhe jashtë shkolle? A e bën dot lidhje në polici i komunitetit me pjesën po themi të gabimeve dhe të ndërmarrjeve që marrin shpeshherë adoleshentët në lagje, sepse kjo temë duhet trajtuar më së miri me një specialist që e njeh fare mirë fushën, Fatjon Softa, faleminderit që je në Labirint në Tru. Faleminderit. Para se të kalojmë tek Fatjoni për sqarime të mëtejshme, kemi një letër, e kemi menduar në të gjitha episodet e podcastit Labirint në Tru, që të sjellim ngjarje reale. Këto letra në fakt janë shkruar nga unë dhe Evan Zdrishti në momentin kur kemi ndërtuar librin Labirint në Tru si një postulat për prindërit dhe për nxënësit e për mësuesit që kanë problematika me nxënësit e vështirë, ndaj detyra për t'i lexuar bukur dhe me një sqim të hollë, i bie kolegës time Eda Bano. Faleminderit Gjoj. Njëkohësisht të falenderoj edhe të ftuarin tonë sot që do flasim për këtë temë mjaft të rëndësishme. Atëherë filloj me letrën. Një shpërthim vulkanik ishte reagimi im i sotëm në klasë. Tronditjen e tij të çastit, profesori orës e shoqëroi edhe me një shtrëngim dhëmbësh dhe duarsh, sikur donte ta mbante veten. Përveç profesorit, ishin edhe shokët të cilët gjithaq shtangën, më shihnin të lemerisur, por dhe më i lemerisur isha vetë. Një gjendje e tillë më kishte kapur edhe në shtëpi që në orët e para të mëngjesit. Kishim nisur prej kohësh të tilla reagime, të sterta, të zymta, rrëqethse, agresive. Sytë zgurdullues shigjetoni si maja të mprehta elmetash që vrullshëm dhe në shpejtësi rrufeje sulen për një goditje vdekjeprurse. Fytyra ime e shpërfytyruar ka marrë ca nuanca të zbeta, të bardha, të frikshme, të cilat shoqërohen me ca rrudha që më llapaqisin edhe zorët e barku me atë pamjen e tyre acaruse. Lëvizjet e mia të duarve dhe këmbëve janë shpesh të pakontrollueshme, të pakomandueshme. Ndjej se jam krejtësisht i pafuqishëm të marr orientimet e duhura nga truri që duket si shpërthiqur. Në fakt, i tërë trupi më ngjan me një ndërtesë të shkërmoqur, pa vlerë dhe pa identitet. Tashmë i droguar trupe shpirte ndjej se nuk i duhem as dreqit teksa më vjen ndërmend me shumë stërmundime ajo natë e mallkuar kur nisa të provoj shihen e dozës së parë të atij pluri shkatrimtar që më bëri të humbas dhe më pas të vras me duart e mia veten time. Nuk e nisa për të humbur, e nisa për të harruar. Një dhimbje e vogël, një boshllok që mendova se do të mbyllej shpejt. Por boshllоku u bë zakon dhe zakonu u bë prang. Çdo ditë thosha vetëm një herë, derisa herët u shndërua në vite. Zjas duart shpërfillse pa pikë force drejt dikujt, drejt një drite jeshile që ndoshta do të më mundsoj të përjetoj shihen e një shansi të fundit për t'i buzëqeshur qoftë edhe një herë të vetë me jetës, ashtu siç i buzëqesha kur çela syt foshnjor për herë të parë. Nuk jam vetëm gabimet e mia, këtë po përpiqem të mësoj. Ka ende një zë brenda meje që kërkon ndihmë, që do të jetoj, që do të kthehet te drita. Nuk është e lehtë ta dëgjosh, po ai është aty. Nëse po e dëgjon këtë dhe mendon se je vetëm, nuk je. Nëse mendon se është vonë, nuk është. Ndihmë ekziston dhe kërkimi i saj nuk është dobësi, është guxim. Po mësoj të fal veten hap pas hapi, me frikë, por edhe me shpresë. Nëse një ditë do të jem sërish i plot, do ta di se rruga ime nisi këtu, duke pranuar të vërtetën. Me shpresë, një njeri që ende po mëson të jetoj. Fatjon, më lejo të drejtohem me ti, është një rrëfim i një adoleshenti vetëm 13 vjeç, pavarësisht se ai kishte kohë që konsumonte sigaren e hashashit që 11 vjeç. Më rrëfeu në vetë të parë gjithë historikun e tij se çfarë i ndodhte atij në një orë mësimi kur ai nuk kishte mundësi që të merrte cigaren e hashashit që i nevojitej shumë shpesh.
Dhe shkolla në të cilën ai ishte, prindrit e kishin mundësinë ekonomike dhe ai ishte në një shkollë private. Nuk e lejonin që të dilte nga klasa, qoftë edhe për nevojat e tij personale në momentet kur ai e kërkonte. Dhe ma ka rrëfyer me lot në sy që unë dua të heq dorë nga droga, por nuk e kam të lehtë sepse trupi im nuk e pranon. Pyetja ime është, çfarë ndodh me adoleshentët e ditëve të sotme? Tema që trajtoni është me një rëndësi të veçantë për faktin që prek një gjenerat të re. Ato brezat cilët nesër do të rriten dhe do të përfaqësojnë atë që themi shoqëria e nesër. Por për momentin ato janë dhimbje familjare, sepse ata që janë prindët e tyre e dinë vuajtjen, dhimbjen dhe pamundësinë ku dikush nuk ka dhe financa, sepse për të pasur mundësi për ta kuruar apo për të hequr dorë nga drogat do dhe një lloj kurimi, do dhe një lloj shpenzimi financiar. Sigurisht që në të cilën ju sot trajtoni këtë temë është temë shumë delikate sepse ky fenomen tashmë është bërë masiv. Është bërë masiv dhe shqetësues për faktin që ka rënë shumë mosha e përdorimit të tyre. Nëse disa vite më parë mosha ishte... prandaj thash ky e kishte nisur që 11 vjeç e kishte nisur. Ka rënë mosha edhe më shumë. Ka vajtur deri tek 9 vjeç. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe që ka raste dhe 9 vjeçar të cilët bien kontakt me lëndë narkotike. Dhe këtu ndikojnë shumë faktorë, ambienti brenda saj, shkolla, ambienti përreth saj, shkolla, ambienti më larg saj, shoqëria, dhe ambienti më larg saj, mungesa e kontrollit prindëror. Mund të na thuash si ka ndryshuar prania e drogave në ambientet shkollore nga 10 vite më parë deri më sot? Shiko, pyetje interesante. Disa vite më parë, lënda që përdornin ishte hashashi. Ajo forma e cigares, e cila vazhdon të jetë dhe sot. Sepse lënda narkotike në momentet e parë në vend ishte pikërisht hashashi. Filloi nga Lazerati, pastaj gjithë Shqipëria u bë një Lazerat. Fillimisht nuk ishim shumë të shqetësuar së shoqëri sepse kjo lëndë shkonte jashtë dhe thonin bien të ardhur. Kur filloi përdorimi i parë tek konsumatorët dhe kur shkoi edhe tek fëmijët u kthyn shqetësim. Po tashmë është vonë sepse nëse atëherë kishim 10 vjet më parë kanabisin, sot janë futur lëndë të tjera, të cilët janë akoma dhe më të rrezikshme, janë lëndët narkotike me bazë sintetike. Dhe kjo bazë sintetike është shumë e dëmshme, sidomos për sistemin nervor të fëmijëve, sepse i krijon problematika dhe varësia pastaj nga ata është e frikshme. Për faktin që këto janë droga të lehta s'mund të them, po janë të lira dhe si tilla gjen më lehtë për t'u marrë dhe për të konsumuar nga fëmijët. A është në ulje apo në rritje mosha e fëmijëve që marrin drogë për të parë? Meqense folën për një fëmijë, është ulur mosha. Është ulur mosha, sa kanë qenë diku fillimisht 16-17, sot është 13-14 dhe nuk ka pak raste që zbret deri në 9 vjeç, ajo që unë thash më parë. Dhe ky është një problem serioz sepse ka disa faktorë ku nuk bëhen bashk. Shkolla ose arsimi, institucionet janë për parandalim, siç është policia e shtetit, dhe njëkohësisht familja, që ka edukimin dhe kontrollin prindëror. Këtu më ndalo pak Fatjon, se në qoftë se ti je një personazh që të ftojnë pothuajse gjithë mediat të Shqipërisë sepse je eksperti më adapt për të folur për këtë pjesë, unë dua të ndalem pak te policia. A ka elementet e duhur dhe mundësitë për të kontrolluar në komunitet kryesisht adoleshentët që merren me këtë problematik? Pra, gjithkund në poshtë pallateve ose në lagje ti fare thjesht mund t'i shikosh sot me sy të lirë. Atër policia çfarë masash ka në dorë dhe çfarë masash mund të marrë, sepse ne e dimë që ligji këtë target grup moshe nuk e penalizon. Unë kam qenë ndër të parët, për mos më thoni vetmi që kam ngritur një shqetësim publik për të përcaktuar perimetrin e sigurisë së një shkolle. Perimetrin e jashtëm. Po. Sepse perimetri sigurie nuk mund të konceptojmë vetëm murin. Po çfarë ndodh përreth murit dhe kush do të ishte perimetri. Më vjen mirë që me ardhmën e zotit Balla në atë kohë u ngrit më shumë në mënyrë institucionale, u kërkoi një takim midis ish-ministrit dhe ministrës dhe ish-ministrës së arsimit për të përcaktuar atë që quhet perimetër i sigurisë. A vazhdon tani me ministrin e re? Ky parametër arriti të përcaktohet deri diku,
sepse kjo është specifike nga shkolla në shkollë, nga qendra në periferi, në zonat rurale e tjera ka diferenca. Sakt. Dhe mbi këtë bazë arritën që të kenë disa operacione policie, nga të cilët u quajton tempulli. Ju kujtohet që disa grupe u arritën të ndalohen dhe numri i tyre ishte gati të ketë 200 persona. Janë goxha persona, grupe, të cilët shoqërimi i tyre, një pjesë e tyre filluan të ndiqen penalisht, por nuk e mbylli problemin. Problemi vazhdon. Vazhdon përsëri për rreth shkollës, por vazhdon dhe brenda shkollës. Brenda shkollës deporton nëpërmjet kurrierëve, jashtë shkollës nëpërmjet personave që vinë për rreth shkollës, dhe pastaj tek ajo që thonë ju lagja, por unë do ta çoj edhe më tej si lagja, se një pjesë kanë kthyer si mod, marrin ambient dhe me qira, fatkeqësisht ambient dhe me qira, kryesisht B&B, dhe përdorin ata që quhen festa të ndryshme, ku nuk ka kufizim moshe, dhe fatkeqësisht ai harbim, duke përdorur lëndë narkotike, krijon problematika sepse e kthen këtë nga një individ në grup social i cili ky grup social krijon atë që quhet. Tu mendoj që ka dorë edhe krimi i organizuar pastaj dhe personazhe që duan t'i fusin adoleshentët në botën e drogës dhe të krimit, a? Shko, krimi është koncept i gjerë sepse nisi nga krim ordinar dhe është krim i organizuar. Nga një lazarat u shkrin në gjithë territorin plantacionet, nga plantacionet shtëpitë e barit, nga shtëpitë e barit trafikimi i lëndëve kryesisht të ardhur nga Amerika Latina, dhe kjo u kthy në një biznes fitimprurës, i cili nuk është më vetëm individi apo grupet, vetëm se po janë dhe strukturat ti dhe unë që shtetit. jemi marrë kryesisht me policinë e di fare mirë që shumë adoleshent përdoren nga trafikantët e drogës. Fillimisht përdoren disa fëmijë të cilët ata janë gjendje të identifikojnë të dobët për shkak të problematikave që ka familja. Kryesisht tek ata familje të cilët kanë divorcuar, ose që kanë probleme familjare. Ekonomike. Për përdorimi i drogës në braktisjen e shkollës? Dhe a ka programe të mirëfillta nëpër shkolla për të sensibilizuar fëmijët edhe nxënësit rreth kësaj? Shkolla nuk është shumë transparente. Sakt. Shkolla shpeshherë mbyllet sepse ai që quhet drejtuesi i shkollës, pavarësisht nga mënyra vjen me meritokraci apo në politikës, shpeshherë mundohen t'i mbyllin, t'i izolojnë problemet sepse çfaqja e problemeve tregon dobësitë e tyre. Dhe ndoshta nuk i jep atë vendin që ai mban si drejtues i shkollës. Ndërkohë që në moment që themi nuk ka probleme, ai shkollë do të jetë subjekt i një kontrolli, se nuk ka mundësi të mos kesh probleme. Ke probleme edhe në një familje, me një fëmijë, me dy fëmijë, si nuk paske në një shkollë ku problemet janë pafundësisht. Droga, bullizmi, presionet e ndryshme që krijohen. Kështu që nuk mund t'i fshehim, problemet duhet t'i hapim sepse domi që i shkaktojmë për hir të këtij indiferentizmi ose për hir të asaj tendencës për një karrierë të sëmurë, krijojmë dëme tek brezat. Dhe nëse japim edhe i zgjidhim ato apo jo? Përndryshe, se si mund të zgjidhen nëse mbaren gjithmonë të fshehura? Duhet të zgjidhen. Mjek i mirë është ai që të bën një radiografi. Dhe pastaj sigurisht që t'i jep këshilla për tu kuruar. Softa bashkarisht mund të ndërmarrim një iniciativë për të ndërtuar një qendër të madhe sociale ku tu shërbehen adoleshentëve të droguar? Sepse nuk ka projekte fare në Shqipëri dhe në fakt kjo është shumë e dhimbshme, sepse në kohën që kam drejtuar institucionin e vuajtjes së dënimit ose burgu i grave, për të nxjerrë një vajzë nga kthetrat e drogës na është dashur një punë galopante, gjithë stafit, me mjek, me farmacist, me sociolog, me psikolog, pra dhimbja e një personazhi që ka konsumuar drogë për t'u larguar nga kthetrat e drogës është një dhimbje jashtëzakonshme. Si mund dalim nga ky qerthull? Rehabilitimi është problem shumë kompleks. Edhe është iniciativa duhur që duhet merret. Shqipëria nuk e ka, ose ka disa institucione të vockla private, të cilët punojnë sigurisht për këtë rehabilitim, por nuk ka një institucion mirëfillt. Nuk janë mjaftuar aq sepse disa shoqata që kanë iniciativa private. Në Ballkan ka vetëm Malizi. Shqipëria ndoshta mund ta shikojë si mundësi për të investim. Ka dhe ta kërkojmë edhe nga shteti. Mund të jetë një gjë e cila mund të jetë jo vetëm për Shqipërinë, po pse jo mos vlen edhe për një hapësirë më të gjerë, siç kemi turizmin dentar, mund të kemi edhe turizmin të ardhur për ata persona të cilët kërkojnë një rehabilitim. Rehabilitimi vjen nëpërmjet punës, vjen nëpërmjet psikologëve, vjen nëpërmjet kontakteve, vjen nëpërmjet kurimit.
Rehabilitimi nuk është thjesht një komunikim i zakonshëm, kur ai në moment që del nga studio shkon prapë në të njëjtin ambient. E rrethojnë po të njëjtat probleme, kështu që nuk mund të kurohesh nëse ti nuk ke mundësinë të jesh në një ambient të shkëputur, po brenda një komuniteti tjetër, jo brenda atij komuniteti që është faktori apo nxitsi apo personi që të kanë shtyr. Po ta marrim më ngushtë për shembull brenda sistemit arsimor, çfarë këshilla do ndiqni? Domethënë që mos të dalin te këto qendrat rehabilituese. Çfarë institucionet arsimore mund të bëjnë në drejtim të sensibilizimit të uljes së këtyre fenomeneve? Shikoj, nuk bëhet vetëm me sensibilizim. Unë s'tem diktaturë, po kërkon një rregull më të fortë në shkollë. Po i kanë vënë rojet, oficeri i sigurisë, domethënë nuk është se nuk janë marrë masa, janë marrë. Po nuk është mbyllja. As me polic nuk zgjidhet probleme. Asgjë. Problemi është se do të gjejmë format e duhura. Parandalimi dhe edukimi janë format nëpërmes të cilave duhet të Për shembull, shpeshherë edhe prindrit vet kur ka konstatime për bullizëm apo të përdorimit të lëndëve narkotike, shpesh shkojnë tek ai punojësi apo tek ai oficeri i sigurisë, i bëjnë presion sepse nuk duan që t'i dalë emri, sepse ne jemi shoqëri e smuar dhe kemi edhe problemin e imazhit. Domethënë veprojnë në të kundërt, jo në ndihmë të fëmijës, po në të kundërt të kësaj. Në kundërta që prindërit shkon dhe krijon presion sepse nuk do që problemi të ekspozohet, të shkojë tek komshiu, të shkojë ke fisi, të shkojë tek marrëdhëniet e tjera sepse është e turpshme. Flasim për një koncept ende të një shoqërie të mbyllur dhe nuk mendojmë shëndetin e fëmijës apo si mund dalim nga ky problem. Nganjëherë nuk shkojmë edhe kur i kemi problemet sepse themi mos e merr vesh në vetë mjekut, mund të ekspozohet më shumë e vuajmë brenda vetes se sa të shkojmë ta e kurojmë. Zoti Softa, ky program ka një limit. Ne do kthehemi në pjesën e dytë me një rrëfim të një përdoruesje droge që ka hequr dorë, por paraprakisht falenderojmë Lajthizën dhe Enzo Atinin, të cilët janë sponsor të Labirint në Tru dhe kemi një dhuratë për ty. Ose më saktë 2 dhurata. Faleminderit. Jeni 2. Është nga Enzo Atini, mund t'i shikosh pak sepse është një dhuratë shumë e bukur dhe edhe ti provosh. Po dhe neve kënaqemi teksa i shohim apo jo. Atë thash që ftesa në Labirint në Tru është shumë më e veçantë se sa ftesat në emisionet tjera. Kënaqemi edhe neve Gjoja kur shohim teksa hapin dhuratat e këndshme. Falen Zoatinis, i bëjmë të lumtur gjithë të ftuarit tanë. Faleminderit. Do t'i provosh për të kuptuar atë kemi zgjedhur fiks modelin e duhur. Por ne që merremi me sigurinë zakonisht syze të tilla do të përdorim. Domethënë që ka fiks. Ua, sa bukur. Shumë super. Mos i hiq. Vazhdo Endri. Respekti për studion. Vazhdo Endri me kjo që sapo folët ishte këtu. Kjo është një lloj. Ne përmbledhim emisionin me një skic karikaturë sociale. Faleminderit. Ndjenja juaj për asetin. Sa bukur të kanë nxjerr. Kthehemi pas pak me personazhin e Labirint në Tru. Ti gëzosh. Faleminderit që ishe prezant me ne. Mirë dita dëgjues të Top Albania Radios dhe të Labirint në Tru. Ne po vazhdojmë emisionin. Jemi në pjesën e dytë të podcastit Labirint në Tru. Më parë trajtuam temën droga në komunitet dhe në shkolla dhe lexuam një letër të një adoleshenti të moshës 13 vjeç, të cilën e lexoi kolegja ime Eda. Për fatin tim të mirë, kam njohur një vajzë e cila do na rrëfej historinë e jetës së saj, nga përdoruese në një vajzë që sot është plot jetë, plot dritë dhe plot shkëlqim në sytë e saj. Pra ka shpresë. Dhe ky është mesazhi që ne duhet t'japim me këtë histori të jetë interesante që na ka sjell një vajzë shumë e dashur për mua tani, por që unë nuk do e bëj të ditur emrin e saj, do ruaj privatësinë siç ma ka kërkuar. Faleminderit. Shumë të vajzën apo jo Gjoj, që është që e pranovi ftesën tonë, sepse mbi të gjitha është shumë e guximshme kjo gjë. Do guxim dhe do forcë, të cilën ti e ke. Po ajo ka treguar pra që është e guximshme me vendimet që ka marrë në jetë.
Shumë faleminderit për ftesën. Kjo është një temë goxha delikate për mua, të them të drejtën. Unë kam ardhur këtu sepse arsyeja kryesore është për të këshilluar të gjithë të rinjt për të mos bërë gabimet që unë kam bërë në të shkuarën. Se dhe mesazhi i këtij podcasti, Labirint në tru, është që ti qetësojmë dhe ti qartësojmë labirintet që kanë adoleshentët dhe të rinjt. Dhe faleminderit që pranove të na rrëfesh historinë tënde. Shumë faleminderit. Atëherë, kur kam qenë në gjimnaz, kam provuar për herë të parë lëndën kanabis, dhe ajo është porta e të gjithave. Kështu që gjëja e parë që duhet të bëjmë është të mos provojmë kanabisin. Po pse jo? Ndoshta secili prej nesh nga ndonjëherë e flas edhe nga vetja, ndonjëherë mendoj që po sikur ta provoj qoftë vetëm një herë kështu sa për kuriozitet. Më fal, ka një diferencë sepse në momentin që je më i ri, truri jot nuk është zhvilluar ende nuk është zhvilluar akoma, dhe në momentin që e merr këtë lëndë është më lehtë për të bërë i varur. Në një moshë më të madhe ti e ke më në kontroll, truri jot është zhvilluar dhe ti mund të thuash jo. Në fakt unë jam radikale, nuk doja këshilloja se Edës ta provoj asnjëherë. Okej, fillojmë me historinë mjekësore. Edhe unë nuk e këshilloj, normalisht jo, po duke e marrë nga pjesa biologjike, domethënë, formimi i trurit të një adoleshenti është më i pazhvilluar se sa një person. Saktë, sepse ti edhe je vajzë arsimuar. Si filloi dita e parë? Si e kujton? Dita e parë ka qenë në një ekskursion shkolle, sado që mësuesit tanë munduan të tregojshin të kujdesshëm, në momentin që do ta bësh një zgjedhje e gjen mundësinë dhe e bën gjithmonë. Ndodhi në ekskursion, pra siç e thash edhe pak më para. Ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe në fillimet e para kur fillon konsumimin, ti mendon se do jetë vetëm një herë dhe nuk ka për të patur një herë të dytë, por shoqëria, domethënë adoleshentët shtyn njëri tjetrin, dhe gjëja ndodh në grup. Pra ishte kurioziteti që ty të nxiti të nisje këtë. Ishte kurioziteti. Tani po ti ishte nuk është se kisha marrë edhe ndonjë informacion shumë të saktë në lidhje me substancat që janë të dëmshme dhe prandaj ndodhi e gjithë kjo. Ti fajson dikë një shoqë mësuesin, prindin për atë periudhë? Unë fajsoj veten time, të them të drejtën, veten time, pastaj zinxhir vjen shoqëria. Po si ishin këto ditët? E merre ditë për ditë? Po ditët pa drogë, si dukeshin? Ditët pa drogë ishin, domethënë, gjithmonë ka qenë ajo dëshira që po sikur ta pi dhe sot, po sikur të mblidhemi dhe sot, po sikur ta bëjmë edhe një herë, derisa vjen një moment pra ishte një kuriozitet që të gryente dhe të merrten në labirinthet e saj, pothuajse, ha? Po, është diçka e cila të tërheq, dashur pa dashur. Dhe vjen një moment që ti e humbet lidhjen me realitetin, arsyeën e gjykimin. Po, edhe të duket gjëja e durr për të bërë sepse gjëja ndodh në grup. E dashur, çfarë mësove nga ajo periudhë? Nga ajo periudhë unë mësova që është më mirë të jesh i shëndetshëm, të merresh me aktivitet fizik, të thuash jo, duhet të mësosh të thuash jo, sepse një person i cili të kërkon që të konsumoni diçka së bashku nuk është kurrë një person që të do. Një person që të do është ai i cili të shtyn të bësh gjëra të shëndetshme në jetë. Sa kosto ka pasur për ty dhe për familjen tënde për të hequr dorë? Realisht shumë e madhe, unë prandaj kam ardhur sot këtu. Mua më është dashur të mjekohem për 2 vite dhe më është dashur të kem probleme shumë të mëdha, shumë serioze me ankthin për 4 vite. Jo kosto më pas, kosto aktuale, ndërkohë që ishe përdoruese, kishte një kosto kjo? Atëherë, normalisht mua do më duhet të paguaja për këtë gjë, por personat të cilët janë konsumator asnjëherë nuk duan të konsumojnë vetëm, duan të konsumojnë me të tjerët, kështu që edhe në qoftë se unë nuk do kisha mundësi për të paguar për këtë gjë, një person tjetër nuk do të ta bënte vetëm, do më zgjidhte edhe mua ta bënte me mua dhe kështu me radhë të gjithë. Kush ka qenë personi i parë që të ka mbështetur dhe ndihmuar për t'u larguar nga ky ves? Atëherë, si fillim, gjendja ime emocionale u bë me të vërtet shumë dramatike. Unë nuk po gjija lumturi, nuk po merja dot oksigjen. Ndjesha shumë keq dhe mendova që këtë gjë ta shpreha me familjen time. Ishte me vërtet një hap shumë i vështirë. Por ishin të vetmit që më qëndruan pranë dhe ishin të vetmit që më hapën derën
dhe kanë qenë me mua deri në fund. Nuk u treguan gjykues as mamaja as babai për të mbështetën, a? Patjetër që ishin gjykues, ishin shumë gjykues, por ose do më zgjidhnin mua të më ndihmonin, ose do më humbisnin përgjithmonë. Ti sidoqoftë quhesh një vajzë me fat. Shumë faleminderit. Edhe për suportin që t'ka dhënë familja jote, se shpeshherë Gjoj apo jo është e vërtet që familja jo vetëm gjykon, po nga ndonjëherë edhe nuk e duron dot, ndoshta e bullizon, ana të mund dhe e largon ndoshta nga vetja familja gjithashtu nuk të ndihmon dot, nëse ti nuk ke dëshirën për të ndryshuar. Unë kisha dëshirën për të ndryshuar, dhe prandaj dhe rretheve para atyre. Po, ata i kishin kuptuar të gjitha shenjat që unë po bëja diçka gabim, por në detaje nuk dinin asnjë gjë, sepse substancat të cilat unë kam konsumuar janë të shumta dhe ndoshta disa dhe të panjohura për në shumë përzierje substancash, a? Shumë përzierje, shumë rrezikshmëri dhe mund na përmendesh gjithçka që ne t'ju japim një shembull të rinjve që kurse si nuk duhet futen në këtë labirint. Po patjetër, unë do t'i përmend dhe janë tepër të rrezikshme dhe kurrë nuk duhet të thonë. Po, atëherë është kanabisi, është kokaina, është ekstazia, është LSD-ja, është ketamina, është GHB-ja, janë shumë lëndë të ndryshme. Siç e thash edhe pak më përpara, disa prej tyre janë edhe të panjohura. Si ndihesh sot që je rikuperuar, që unë nuk e prisja kurrë ta kaloja dhe nuk e prisja kurrë që të më vinte përsëri dëshira për të kaluar kohë me njerëz normal, të shëndetshëm. Është më tepër që edhe të rrafesh kaq bukur, sepse ndonse është dramatike për ta përjetuar. Ti rrefimin po e bën në mënyrë shumë sinqerte. Dhe unë për këtë të përgëzoj. Shumë faleminderit. Dhe një vajzë jashtëzakonshme dhe e bukur, për ata që nuk do të ta shohin fytyrën. Ndaj dhe jo vetëm emisionit podcast Labirint në tru, por çdo njeriu që e dëgjon këtë intervistë i ke bërë një nder, i ke bërë një shërbim të madh të jashtëzakonshëm, sepse adoleshentit duhet i rrim shumë afër familja, prindi në kuptimin e madh. Edhe familja e tërë, por prindi, mam dhe baba duhen gjithkohës ta pyesin fëmijën, si ndihesh, me kë shoqërohesh, ku do shkosh, ku do rish sot, patjetër. Edhe një pyetje. Ku do bësh festën? Të gjitha këto pastaj kanë një emërus të përbashkët. Po shoqëria që ti kishe dhe dhe frekuentoheshe, si u largove nga ajo? Se nga ndonjëherë shoqëria të hedh e keqe, jo e mirë, të hedh këthetrat edhe nuk të lë të shpëtosh prej saj. Si ike? Mbaje përgjigjen e dashur, pa ta thënë emrin, sepse kemi publicitet. Falenderojmë Lajthizën dhe Enzo Atinin për suportin që na jep në Labirint në tru. Atëherë, jemi rikthyer me personazhin e ditës në Labirint në tru në Top Albania Radio. Pyetja e radhës është në fakt kishim në pyetjen që dua të dëgjoj përgjigjen se sa ndikon shoqëria dhe sa është shkëputur ajo shoqëria me të cilën ndante drograt e tjera, sepse shoqëria e tham që ka një tendencë shumë të madhe për të shtyrë këtë rrugë apo jo. Po pyetjen ta kishim bërë, kështu që për 1 minutë duam një përgjigje të saktë, të prerë, të shpejtë dhe të bukur. Sepse ke dhënë një mesazh shumë të madh sot. Atëherë nuk ka asnjë gjë më të shtrenjtë se sa vetja jote, kështu që duhet të zgjedhim veten tonë përpara gjithçkaje. Po shoqëria si ndikoi? Si ti u shkëpute nga shoqëria? Nga shoqëria me të cilët konsumoja. Zgjodha veten. Domethënë, a nuk të kërkonin, a nuk të merrnin në telefon, a nuk të bënin? Po patjetër, po hyri edhe ndihma e familjes në mes, edhe normalisht zgjodha veten, familjen, edhe nuk është tërësisht marrëdhëniet nga ata? Patjetër i kam shkëputur, por disa nga ata realisht ato që kanë qenë të varur, nuk është se kanë qenë njerëz të këqij, dhe i kam mbajtur. Ke tentuar të ndihmosh? Patjetër që kam tentuar të ndihmoj, por e gjitha nis nga dëshira që ti ke. Nëse ke dëshirë për të ndryshuar, mund ta ndihmosh atë person dhe ai person do ndryshojë. Por nëse ai person nuk ka dëshirë dhe vazhdon përsëri, është ajo shpreha, ujë kuqimen e ndërron, po zakonin se harron. Tani un kam një pyetje e cila nuk do jetë fort e lehtë më japësh përgjigje, por unë dua të më japësh një përgjigje të sinqertë. Gjatë këtij rrugëtimi të vështirë, ke parë që nuk kanë hequr dot dorë nga droga ose kanë humbur jetën për shkak të këtij përdorimit me vite të tëra? Ke bërë një pyetje për përgjigjen e të cilës unë doja ta jepja pa pyetjen. Po, unë kam parë njerëz të cilët kanë përfunduar në spital disa herë, gjithashtu kam patur të bëj edhe me persona të cilët
më vjen shumë keq që e them, por kanë humbur jetën. Është një rrugtim shumë i vështirë dhe më vjen shumë keq për të gjithë të rinjt që nuk kërkojnë ndihmë dhe për të gjithë të rinjt të cilët nuk e diskutojnë këtë gjë me familjen dhe nuk kanë dëshirën për të ndryshuar. Pra ky është edhe mesazhi yt për të rinjt apo jo? Për të rinjt, mesazhi im është që askush që ju ofron drogë nuk ju do dhe duhet të mësoni të thoni jo dhe të zgjidhni veten tuaj. Si është dita jote? Nga mëngjesi deri në darkë ose jeta jote në tërësi tani që ti je shëruar plotësisht dhe je si një diell. Unë kam kuptuar që më pëlqejnë shumë sportet ekstreme dhe është një adrenalinë e pastër, ndryshe nga droga që të jep një dopamin jo reale, e cila është në një masë shumë të madhe në moment, por mbaron shumë shpejt dhe prandaj kjo është arsyeja që ti shkon sërish te konsumimi. Unë jam duke mësuar parashutën momentalisht, kam bërë fluturime me profesionist, jam munduar ta kontrolloj parashutën edhe vetë në ajër. Por tani jam duke mësuar edhe me shpresën e madhe në 2027 të marr pjesë edhe në një kampionat botëror në Tajland. Gjithashtu kam bërë edhe ski dhe scuba diving, pra zhytje në det në thellësi. Pra ti ke një jetë shumë aktive. Po, kam një jetë aktive dhe këtë u sugjeroj gjithë të rinjve që merruni më mirë me sporte sesa të konsumoni diçka që është ndjesi komplet fallso. Adrenalinë e pastër është ajo që merret nëpërmjet sporteve. Ndërkohë bën edhe 3 punë apo jo? Po mundohem me më të mirën time. Në fillim të duket sikur kurrë nuk e për ta rimarr dot vetëm, por i duruari i fituari, sa më shumë të prisni, gjëra të bukura do vinë në jetë dhe madje ai konsumimi ndoshta mund të hyjë në punë më vonë pasi ti e hap një botë, e mbyll atë botën dhe hap një botë të shëndetshme. Ti më e prirur ta shijosh jetën për shkak të asaj që të ka ndodhur apo kështu je ti? Unë jam shumë krenare për veten time që hoqa dorë dhe kjo gjë mua më motivon që të jem akoma dhe më mirë dhe mos të dorëzojmë kurrë, mos të dorëzoni kurrë njerëz. Jo vetëm ju që konsumoni, po të gjithë njerëzit mos të dorëzoni për asnjë arsye në botë dhe mos lejoni asnjë dhimbje t'ju zhysi. Jemi me podcast Labirint në Tru në pjesën e fundit të rrëfimit të vajzës e cila kaloi në udhkryqjet e jetës, zgjidhi labirinthet e trurit të saj dhe sot është e shëruar plotësisht dhe ka ardhur për të dhënë këshilla të vlefshme për të rinjt dhe gjithë ata që e marrin këtë hap të gabuar në jetën e tyre. Më duket se tani erdhi dhe momenti i shumë pritur i yni për dhuratën e Enzo Atinit apo jo? Po, vetëm se 2 këshilla do i doja nga Zënjusha. Për gjithë ata që ta meritoj dhe dhuratën e Enzo Atinit apo jo? Për gjithë ata që kanë një dilemë. Njerëz ka gjithmonë shpresë, mos konsumoni kurrë, në qoftë se jeni duke konsumuar, duhet të kërkoni ndihmë patjetër, qoftë në një toksikolog ose në një psikiatër. Dhe don't give up, mos të dorëzoni, vazhdoni përpara, ka gjëra më të bukura jeta, të shëndetshme, zgjidhni njerëzit e duhur, mos rrini me njerëz që konsumoni, mos u mundoni të ndihmoni njerëz të cilët nuk duan të ndryshojnë sepse ata janë ata që të zhysin. Dhe vazhdoni përpara. Faleminderit. Si shoqajon. Atëherë kemi dhuratën e Enzo. Vdes për dhurata. Po, edhe neve vdesim për japën. Shumë faleminderit Enzo Atini. Mund ta hapësh? Mund ta hapësh edhe nëse mundesh ta provosh. Do na bëj shumë qefi. Sepse donim të bënim qefin. Shumë e bukur qenka. Na emocionua tani. Ta gëzosh. Shumë e bukur. Pra ky ishte sot Labirint në Tru. Ju urojmë një drekë të këndshme dhe e mbyllim me surprizën nga Endri, kuratori vizual i Labirint në Tru. Faleminderit Endri. Nice, faleminderit. Ua, sa e bukur. Shumë e bukur. Mund ta kthesh pak nga kamera? Po, patjetër. Ja ku është. Prit. Je shumë e bukur, je shumë solare dhe ke më shumë vlera se sa kaq. Shumë faleminderit. Endri, je shumë i talentuar, e gjej shumë veten te ky vizatim. Edhe ju jeni të dyja shumë të mira, më bë të ndihem shumë rehat dhe ju uroj gjithë të mirat. Të falenderojmë shumë që ishe pranë ne sot. Faleminderit juve.